Ka ndodhur brenda një dite dy zhvillime të njëkohshme brenda mazhorancës. I pari ishte një postim i Ogerta Manastirliut, e cila në faqen e saj publikoi një takim të PS-s në një fshat të njësisë Fark, ku pranë saj ishte Elisa Spiropali. Në fotot e publikuara nga Manastirliu, shfaqej një Elisë ndryshe, jo ajo luftëtarja e deklaratës së fundit, kur sfidonte Edi Ramën që ta përjashtonte nga partia pasi asaj nuk i duhej llastimi. Përkundrazi, Manastirliu, si njeriu i Ramës në krye të PS-s së Tiranës, tentonte të përcillte imazhin e një Elise kokulur dhe lojaliste. Ndërkaq vetë Edi Rama në intervistën e dhënë për Nikol Lesin shpërndau një mesazh edhe më të ashpër, të koduar, të përzgjedhur me kujdes, por dukshëm kërcënues në stilin klasik të bosëve të mafjes së vjetër. I pyetur nga Nikol Lesi, Rama deklaroi se paralajmërimi i Spiropalit më përjashto ishte në fakt një mesazh dashurie, një thirrje për t'u afruar pas ftojes. Kjo deklaratë përbën një monstruozitet politik, sepse jo vetëm që Rama e ka paralajmëruar publikisht se nëse ndodh për herë të tretë, do ta ndëshkojë, por edhe e ka banalizuar angazhimin e saj politik. Është mënyra tipike se si një lider autoritar sillet me bashkëpunëtorët. Angazhimin politik apo emërimin në poste publike e konsideron si indulgjencë personale të tij dhe jo si një rrjedhë normale bashkëpunimi politik. Tani është radha e Elisa Spiropalit për të treguar se cili është realisht pozicioni i saj politik në raport me leadershipin e partisë dhe nëse e ka seriozisht betejën që pretendon se ka nisur, por gjasat janë që nuk kemi të bëjmë me një betejë reale. Një betejë politike nuk ka nevojë as për paralajmërime dhe as për cicmice mediatike, por për akte konkrete, të cilat zakonisht flasin më shumë se sa deklaratat. Partia Socialiste në të gjithë Shqipërinë, veçanërisht në Tiranë, është sot një strukturë terrorizuar e përçarë dhe në shumicë e pakënaqur nga lidershipi i Edi Ramës. Mbledhjet e PS-s së Tiranës janë të vakta dhe me pjesëmarrje minimale. Një pjesë e madhe e antarësisë mungon apo refuzon të paraqitet si formë proteste. Kjo po ndodh pothuajse në të gjitha njësitë. Në këto kushte, Edi Rama po tenton të përdorë joshin e pushtetit, duke organizuar takime selektive vetëm me pjesë të organizatave dhe duke mos njoftuar antarët kritik. Madje në njësi numër 5, ku Erion Braçi është i ngarkuar politikisht, mbështetësit e tij janë mënjanuar dhe nuk janë njoftuar në 3 mbledhjet e fundit. E gjithë kjo është pjesë e aksionit të Ramës për të spastruar partinë nga kritikët, duke identifikuar se kush shkon pas kujt. Në njësin 5, përkrasit e Erion Braçës janë shënuar me rreth të kuq si në kohën e Emiliano Zapatës, ndërsa në njësin 7 është larguar drejtuesi politik i zonës, përkatësisht kryetari i qarkut të Tiranës Aldrin Dalipi. Ish-ministri i drejtësisë Etilda Gjona është ngarkuar nga Rama për të drejtuar organizatën socialiste të njësisë 7, e cila konsiderohet si e treta më e rëndësishme në Tiranë pas njësisë 14 dhe njësisë 5. Por deri tani Gjona i ka dështuar të riorganizojë PS në zonën e 21-shit dhe fushës së aviacionit, ku pjesa më e madhe e antarësisë ka bojkotuar në mënyrë demonstrative takimet dhe ftesat që vinë nga kupola qendrore. Tani është koha për gjithë ata që duan të nisin një betejë politike brenda PS-s. Kushtet ekzistojnë. Njerëzit në bazë kanë shfaqur vullnet të plot për një përballje, ajo që mungon është angazhimi politik. Jo vetëm nga Elisa Spiropali, Erion Braçi apo zërat të tjerë që paraqiten si të lirë dhe kritik. Askush nuk po kërkon të dalin kundër partisë së tyre, edhe pse kjo nuk do të ishte ndonjë tragjedi. Por nëse vazhdojnë të struken pas kërcënimeve të Edi Ramës, atëherë oponenca e tyre mbetet thjesht fake.